Me ndeshjet e Xhiros së 11 që u zhvilluan gjatë fundjavës, përfundoi pjesa vjeshtore e kampionatit në ligën e parë të volejbollit për meshkuj. Kampion vjeshtor është ekipi UGD Shtipi me 31 pikë para Strumicës që ka 29 pikë. Universiteti Tetovës me fitoren kundër Makedonia Gjio në Strumicë 0-3, në sete 23-25, 11-25 dhe 23-25 siguroi pozitën e 5 në tabelën me 20 pikë të fituara që i jepet rast në fazën e play-offit të ngjitet edhe në ndonjë pozitë lartë. Liria në Tetov humbi nga ekipi i Rabotničkit 1-3 në sete 25-11, 18-25, 13-26 dhe 21-25 dhe mbeti në pozitën e 7 me 14 pikë, aq sa ka edhe Shkëndia në pozitën e 8. Shkëndia u mundua të bëj ball kampionin në fuqi, ekipin e Strumicës, por arriti të humb 2-3 në sete 21-25, 26-24, 25-22, 13-23 dhe 12-15. Rezultatet e Xhiros së 11, Susheva Skopje 3-0, UGD Shtipi Vesna Probishtip 3-0, Makedonia Gjio Universiteti Tetovës 0-3, Shkëndia Strumica 2-3, Janta Volej Boreci 0-3 dhe Liria Rabotnički 1-3. Pas përfundimit të pjesës vjeshtore të kampionatit, tabelën kryeson UGD Shtipi me 31 pikë, para Strumicës me 29 dhe Rabotničkit me 27 pikë. Universiteti Tetovës me 20 pikë pozicionohet e 5-ta.